Shikuesa ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në Newshour, nisi me lajmet katolikët dhe mbar bota ka nderuar Papa Franceskun në ditën që trupi i tij fizik u përcoll në banesën e fundit. Papa që zgjodhi emrin e shenjtit të varfërve, la në amanet të kishte një funeral dhe arkumor të thjeshtë dhe në ikje la një mesazh për Vatikanin që e drejtoi në një periudhë krize morale të kishës. Duke u varrosur në Rom, u duk se mesazhi i tij ishte se procesi i pastrimit të kishës nuk ka mbaruar ende. Papa Francesku u përcoll për në banesën e fundit këtë të shtunë. Arkivoli Papa Francesku u zhvendos nga Bazilika e Shën Pjetrit në sheshin me të njëjtin emër, ku rreth 250.000 besimtar ishin mbledhur për t'i dhënë lamtëmirë Natit të Shenjtë. Ceremonia e lamtëmirës u drejtua nga kardinali Giovanni Battista Re, dekani i Kolegjit të Kardinalëve, i cili mbajti meshën fillimisht në gjuhën latine. Fratres, agnoscamus peccata nostra. Giovanni Battista Re më pas lexoi një jetëshkrim të Papa Franceskut. Ai kujtoi si Ati i Shenjtë ishte pra njerëzve të varfër dhe i shëndrimin e Bergolios, se si kisha u përket të gjithëve dhe është një shtëpi e hapur për të gjithë besimtarët katolik. Mbështetja e Papës për çdo emigrant u kujtuaj gjatë ceremonisë dhe gjithashtu edhe qëndrimi i tij kundër të gjitha luftrave. Kardinali Battista Re kujtoi edhe daljen e fundit publike të Papës gjatë së dielës së Pashkëve. Caro Papa Francesco. I dashur Papa Francesk, të kërkojmë ty të lutesh për ne dhe kërkojmë që nga qielli të bekosh kishën, Romën, gjithë botën, si bërë të dielën e shkuar nga balkoni i kësaj bazilike, me një përqafim për të gjithë bijtë e Zotit. Pas meshës solemne, në tingujt e kambanave të Zis, kortezhi me trupin e Papa Franceskut u nis nga Vatikani dhe kaloi në Rom, drejt Bazilikës Santa Maria Maggiore, ku Bergoglio do të prehet në përjetësi, siç kishte kërkuar edhe vetë ai para se të ndronte jetë. Rruga nga Vatikani për në Rom ishte e mbushur me besimtar, të cilët duart trokisnin dhe falenderonin Papa Franceskun për shërbimin e tij në krye të kishës katolike. Ceremonia në Bazilikën Santa Maria Maggiore ishte private, me pjesëmarrjen e një rrethi të ngushtë të miqve, kardinalëve dhe familjarëve të Atit të Shenjtë. Kalimi nga Vatikani në Rom u krye në masa të repta sigurie, në mbikëqyrjen e 4.000 forcave të sigurisë që u bashkuan ushtrisë zviceriane të Vatikanit. Liderët botror ishin të pranishëm. Në ceremoninë mortore të Atit të Shenjtë, presidenti amerikan Donald Trump, i shoqëruar nga zonja e parë Melania, ul në rresht të parë për të ndjekur funeralin. Presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministri britanik Keir Starmer dhe presidenti i Argjentinas Javier Milei ishin gjithashtu të pranishëm. Mbreti Felipe i Spanjës dhe mbretëresha Letizia ndoqën ceremoninë, ku nuk mungoi as princi William i Walesit, i cili përfaqësoi të atin e tij mbreti Karl III. Në emër të Shqipërisë, në ceremoni mori pjesë presidenti i Republikës Bajram Begaj dhe delegacionet fetare. Kardinali shqiptar Ernest Simon Troshani ishte gjithashtu i pranishëm. Delegacioni i Kosovës u kryesua nga presidentja Vjosa Osmani. Papa Francesku nda nga jeta në 21 prill të vitit 2025, të hënën e Pashkëve. Shkak i vdekjes ishte një goditje në tru dhe arresti kardiak. Në fillim të këtij viti Ati i Shenjtë u shtrua për 5 javë në spital, pasi vuante nga një infeksion i mushkrive që avancoi në pneumoni të dyfisht. Ai do të mbahet mend si papa i të varfërve, që foli hapur kundër luftës, në mbrojtjet e emigrantëve, të më të dobëtve dhe reformoi kishën katolike me shëndrimet e tij të konsideruara nga shumë si liberale. Novi et eterni testamenti. Nga e shtuna e 26 prillit, në Vatikan nisin 9 ditë zie. Më pas do të mblidhet konklava papnore që do të zgjedh pasuesin e Jose Mario Bergoglio në krye të kishës katolike romake.
Presidentët Bajram Begaj dhe Vjosa Osmani përfaqësuan Shqipërinë dhe Kosovën në procesionin e madh në Vatikan, ndërsa pranë trupit të Papës u lut edhe kardinali shqiptar Imzot Rëshani. Shqiptarë nderuan Papën në kisha dhe katedrale. Qindra prej tyre ishin gjithashtu të pranishëm në Rom dhe Vatikan. Do të ndreca së bashku me 4 antarët e familjes, bashkëshorten dhe 3 fëmijët ka udhëtuar nga Lezhë drejt kryeqytetit për të nderuar Papa Franceskun në katedralen Shëmpali. Ne vim nga qyteti i Lezhës, kemi ardhur këtu në Tiranë për i bërë homazh edhe Papës, për shpirtin e Papës, e jemi lutur edhe për familjen. Po familjarisht. Kam ardhur me bashkëshorten edhe me 3 vajzat. Jo vetëm për katoliket, por për gjithë botën normal. Ka një vlerë shumë të madhe. Edhe në Shqipëri besimtarët katolik, por jo vetëm, i dhanë lamtumirën e fundit atit të shenjtë Papa Francesku. Në katedralen Shëmpali në kryeqytet, besimtarët ndezin qerin dhe u lutën për shpirtin e tij. Të shumtë në numër, besimtarët drejtuan lutjet e tyre për shpirtin e Papa Franceskut, para fotografisë të tij të vendosur në zemër të katedrales Shëmpali në Tiranë. Po patjetër për Papa Franceskun erdha. Të lutem për atë që sot të shkoj pranë Zotit madh. Sot kam marrë për Papa Franceskun, të lutem për shpirtin e tij dhe qoftë, domethënë Zoti ja prandov mbretërinë e tij. Të bekuar ndihen ata që e kanë takuar. 62 vjeçaria Renata Luci thotë që ka pasur fatin ta takojë atin e shenjtë gjatë vizitës së tij në Shqipëri në vitin 2014, ndërsa shpreh dhe vlerësimet maksimale për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në paqen në botë. Ishte i mrekullueshëm, e kemi pas dhe vizitor këtu ke vendion dhe gjithmonë ka qenë pro të varfërve, pro njerëzve në nevojë. A keni qenë ditën kur kam rritur në Shqipëri në 2014? Kam qenë, e kam takuar personalisht. Si ndjeni që e keni takuar personalisht? Shumë emocionuar, edhe shumë e lumtur. Jo vetëm qytetarët vendas, por në homazhe nuk munguan as të huajt. Papa ishte njeri i shenjtë, një novator, Zoti e bekoft në rrugën e tij. Papa Francesku do të mbahet mend në histori si Papa i gjithë botës, jo vetëm i Vatikanit të Italisë. Në shenjë respekti për ndarjen nga jeta të atit të shenjtë, Shqipëria këtë të shtunë u shpall ditëzia kombëtare, ku në institucionet publike dhe zyrat shtetërore, flamujt janë ulur gjysmështies. Në Bupq të Fushkrujës, fshatin që vizitoi Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Shqipëri, gjurmët e tij janë të ruajtura në kujtesën e banorëve dhe po ashtu edhe në qendrën e fëmijëve të braktisur që u vizitua nga ati i shenjtë. Në këtë fshat, banorët pa dallim fetar përloten teksa ndjekin për çelljen e fundit të Papës. ABC News ishte sot në këtë fshat. Ndjekim materialin. Në ditën kur bota jep lamtumirën Papa Franceskut në qendrën Betania në fshatin Bupq, që ishte ndalesa e fundit e atit të shenjtë në tokën shqiptare, mbizotëron heshtja. Banorët e qendrës dhe fëmijët jetim të strehuar këtu ndjekin nga televizori lamtumirën për Papën. Gjurmët e vizitës së një pape në vitin 2014 janë të ruajtura me kujdes. Në fasadën e kishës është skalitur mozaiku i Papa Franceskut. Në kishën e qendrës Betania ndodhet një kënd i veçantë kushtuar Papa Franceskut. Kjo karrige në të cilën ai ul në vitin 2014 qëndron ende këtu, si një dëshmi historike dhe kujtimi i bukur nga vizita që la gjurmë jo vetëm tek banorët e qendrës, por dhe besimtarët që ndoqën nga afër. Mbi karrigen dhe fotografinë e atit të shenjtë qëndron edhe dhurata që Papa Francesku solli nga Vatikani për qendrën që kujdeset aktualisht për 30 jetim. Shën Antoni është ka shpiruar edhe kam thënë në zemër edhe themelusja jonë Antonieta Vitale, edhe ne jemi shumë lidhur me Shënandou, edhe Shqipëria ka shumë lidhje me Shënandou, edhe ati i shenjtë në ka dhuruar kjo statuja. Monika Bologna, drejtuese e qendrës, kujton emocionet e vizitës së atit të shenjtë. Ne ka qenë një ditë veçantë. Ka qenë një vizita ati shenjtë, ka qenë një dhurat edhe një hir për ne, për të gjithë, për ne që jemi këtu, për veprat tona këtu, për Betania edhe për gjithë shqiptar që janë këtu. Monika thotë se ati i shenjtë donte bashkëpunimin dhe harmoninë fetare. Ai kanë shikuar basketesa të fetare të ndryshme që kemi ne këtu. Ne jetojmë që jemi me feja të ndryshme,
po bashkëtoj me si ne ka mësuar ai, si ka vazhduar misioni ai me thjetësi, me dashuri edhe me paqe. Ikja e tij nga jeta toksore trishton, ndërsa u la kujtime të bukura. Jemi tristuar sepse patjetër ne ka një babaj, sepse ai është ati gjithë neve. Por ne vazhdojmë për të lutur për ai, si ne ka kërkuar ai gjithmonë. 21 shtator i vitit 2014, ktheu vëmendjen e botës në fshatin e vogël pranë Fushkrujës. Donika Muça banon në lagjin katolike të Bupqit. Përjetimet e vizitës së 11 viteve më parë i kujton me emocion. Kena hip atje më kanë thërë, latë e mija të rril, për i gëzimit, për i shefit. Kishim shef të shifshim afre, së lejote, e ne kësho na kalim shumë mirë. Si besimtare katolike, vizita e Papa Francesku në fshatin e saj mbetet e paharruar, por shpirtin e tij ka ndezur qirim. Zoti është i madh, ndoshta na ka lënë Zoti në ai gjallë tjetër të mirë, por ai ishte mas Zotit. Ai ishte mas Zotit. Kopta? A ne s'kam fjalë më. Në Bupq, Papa Francesku nuk u prit vetëm nga katolikët. Në ditën kur bota i jep lantomirën, muslimanët e Bupqit vlerësojnë vizitën në fshatin e tyre. Qoftë bërku shpirtit i si thonë, ta më nuk e di, në thonë fjalë tjera në musliman, po. I në musliman, këtë di mu katolike. Po, e presim. Dhe në katolike. Shkojmë zbashkur. Katolik jenë këtu, në musliman jenë katolik, i në i. Disa shqiptarë që kanë takuar Papa Francesku ndjen me fat që në jetën e tyre kanë kujtime të rralla. Një vajzë me emrin Adeodata, që do të thotë dhurata e Zotit, ruan si kujtim të bukur në jetën e saj dhe tregon për ABC News takimin me Papa Franceskun kur ajo ishte 15 vjeçe. Adeodata është pagzuar me një emër të veçantë, kuptimi të cilit është dhuruar Zotit. Domethënien e bukur të emrit të saj, Dea, siç e njohin të gjithë, e ndjeu si asnjëherë tjetër pak vite më parë kur ishte 15 vjeç dhe takoi Papa Franceskun. Udhëtimin e Vatikanit mundsoi çmimin Nën Tereza që u dha nga kishët katolike shqiptare pas një konkursi mes shkollave nëntëvjeçare. U zonë diku të 3-4 persona nga secila shkollë, të cilët ishin parë dhe vërejtur që kanë bërë vepra bamirësie dhe na është dhënë secilit prej nesh çmimin Nën Terezës për bamirësi dhe vepra të mira dhe na shtojnë që njëri prej nesh do të fitonte shansin për të takuar Papa Franceskun. Pak a shumë nuk e dinte i peshqvi asë kohë e gjerë frendo cilin të zgjidhte prej nesh dhe e bëri me një anë të një shorteu të rastësishëm, por doli emri im ishte diçka shumë e pabesueshme, thjesht fillova të qaja dhe thjesht nuk e besoja dot. Në takimin që nuk e kishte imagjinuar kurrë, 4 vite më parë në Selinë e Shenjtë, vajzën me origjinë nga Mirdita e shoqëroi kreu i kishës katolike në atë kohë, George Frendo dhe nëna e saj. Mi marr pjesë në audiencën gjenerale të Papës që bëhej gjithë mërkure, ka qenë data 6 tetor 2021-shit. Dhe kemi patur fatin të kishim rreshin e parë, në cilin Papa ka mundësinë që t'i takojë personat individualisht. Emocionet atij momenti në Vatikan i ndjen njësoj sa herë kujton. Shumë emocionuese, sa kam shtangur disa momente, derisa i peshqvi i tha që kështë e vajzë që ka fituar çmimin, që i kemi dhënë mundësinë për të ardhur për t'i takuar. Ishte vetëm pak minuta përballë Atit të Shenjtë duke biseduar me të, por 19 vjeçaria e quan veten me fat dhe sa i takim i ka shenjuar jetën. Më tha bekimin, më tha që jam shumë i lumtur që një vajzë nga Shqipëria kishte mundësinë të merrte këtë çmim të vinte në audiencën gjenerale. Diku te 6-7 minuta, nuk ishte shumë i gjatë, por ishte shumë e rëndësishme për mua. Prezenca e tij afër meje ishte e paharrueshme dhe shumë e veçantë për mua. Të njëjtat emocione thotë se përjetoi edhe nëna e saj që shoqëroi në Selinë e Shenjtë të Vatikanit, për shkak se në ato kohë ishte e mitur. Ndoshta dhe më e lumtur se unë, duke qenë se kishte një gëzim të dyfisht. Për shkak se po takonte dhe ajo Papën për herë të parë dhe që isha unë arsyeja pse ajo po e takonte. Si kujtim nga vizita në tetor të vitit 2021 në Vatikan, ka disa fotografi. Tregojnë momentin se sa e habitur kam qenë unë dhe se sa me të vërtetë e shtangur. Fotot janë të mia, të mamit dhe të i peshqvit asë kohë, George Frendos, dhe tregon se si më ka dhënë bekimin dhe se si më ka dhënë dorën dhe më ka thënë ato fjalë. Papa Francesku nuk e la të largohet pa një dhuratë të shenjtë për besimtarët katolik.
Ka dhuruar dhe një rozare kur isha aty, që sot fatkeqësisht nuk kam mundësi ta kem me vete. Sa herë që kam me vete ndihem më e sigurt, dhe sot ndihem pak kështu si jo vetvetja. 90 vjeçarja është e bindur se ai takim i shërbeu si një augur i mirë. Duke qenë se në atë periudhë që kam të okupuar papën nuk kam qenë shumë mirë, ka qenë fillimi i vitit parë gjimnaz, ka qenë një vroll eksperiencë të reja, edhe atë takim e mora si një shenjë pozitive që Dea ke një shans të mirë dhe thjesht shfrytëzoje që këtë bekim që të dha për sa më mirë. Papa Franceskun që iku fizikisht nga kjo botë, Dea do ta kujtojë gjithnjë kështu. Ai quhej si papa i të rinjve, ne ishim rinia e papës dhe ka qenë gjithmonë një papë shumë rinore dhe shumë afër nesh. Gent Kruja, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë dhe besimtar musliman, ka takuar dy papë, Papa Gjon Palin dhe Papa Francesku në vitin 2018. Bergoglio i ka dhuruar edhe një suvenir bazilikën e Shën Pjetrit që e ruan me fanatizëm. Gent Kruja do ta mbajë mend Franceskun si papën që la gjurmë në dialogun mes feve. Qabeja dhe bazilika e Shën Pjetrit qëndrojnë krah njëra tjetrës në zyrën e një muslimani. Genti Kruja i ka dhurat këtë të fundit nga Papa Francesku gjatë një vizite në Vatikan në vitin 2018. Me atin e shenjtë është takuar 2 herë dhe përshtypja ka qenë e njëjtë. Gjithmonë ideja është kur takoj njerëz të tillë, pra ka një lloj madhështie që je vetë pozicioni dhe posti detyra që kanë dhe të krijojë një lloj distance zyrtare ku ti mund të stepesh gjatë këtij takimit, por jo, ishte një takim shumë i përzemërt, shumë i thjeshtë, shumë modest, me një buzëqeshje karakteristike. Thjeshtësia e Papa Franceskut i ka mbetur në kujtesë, ndërsa buzëqeshja dhe në fotografi. Edhe kur e takoi në 2018 në vendin e tij, si sekretar i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar dhe 4 vjet më herët kur Papa vizitoi vendin tonë, ai ishte drejtori i kulturës dhe dialogut ndërfetar në komunitetin musliman të Shqipërisë. Kur na prezantuan secilin se kush jemi, me emër dhe çfarë pozicioni kishim, unë atëherë isha drejtori i kulturës dhe dialogut ndërfetar në komunitetin musliman të Shqipërisë, ai buzëqeshim një herë sa dëgjoi fjalën dialogu ndërfetar, më përgëzoi për detyrën dhe për punën e dialogut ndërfetar. Franceskun do ta mbaj mend si papën që la gjurmë në dialogun mes feve. Ishte në lidhjet e parabotërore që foli edhe për padrejtësitë në botë, foli për luftrat, foli për konfliktet, dhe këto thanë nuk janë luftet, janë mizori. Nuk i përkiste pra vetëm botës katolike, por një personalitet i cili la gjurmë në çështjet e dialogut ndërfetar. Ishte papa i parë që nënshkroi një marrëveshje me muslimanët, që quhet dokumenti Abu Dhabit, e cili u nënshkrua në Emiratet e Bashkuara Arabe, në vëllazëria në humanizëm, vëllazëria në njerëzoren, për të parë pikat që na bashkojnë, sepse janë shumë pika që na bashkojnë, më shumë pika që na bashkojnë se sa na ndajnë. Feja në Shqipëri nuk krijon ndasi, ndërsa bashkëtesa nuk kalon pa vlerësime. Presidenti i Këshillit Ndërfetar të Evropës sjell në vëmendje vizitën e 2 papëve në 2 dekada, Francesku në Gjon Palin e dytë, të cilin e përshëndeti në Shkodër kur ishte gjimnazist. Unë kam qenë 16 vjeç, kam qenë në gjimnaz, thuaj se kishte dalë gjithë qyteti për të pritur në rrugët e qytetit të Shkodrës dhe prisnim me padurim kur po kalonte, kur do vinte ajo makina e tij karakteristike, që lëvizte gjatë këtyre udhëtimeve dhe përshëndeti popullin, ishim në distancë shumë të shkurtër kur kaloi para nesh. Vizita e 2 papëve të ndryshëm në vendin tonë që tregon edhe vlerësimin që japin këtij vendi për shkak të kësaj historie të bashkëtesës dhe dialogut ndërfetar që ne na karakterizon prej shekuj, nuk është diçka e re, pra është pjesë e identitetit tonë kombëtar, jo për fasadë, jo për vitrinë, pa diçka krejt e natyrshme. Më shumë e vënë re pastaj të huajt se sa ne që jemi pjesë e kësaj historie. Se vendasit ishin bashkë, thot sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar, ndërsa kthehet pas në kohë, e kujton fëmijërinë në Shkodër, kur katolike e musliman organizuan bashkë meshën e parë dhe faljen e parë të xhumas pas ndalimit të feve. Ishte nëntori 90-s, kur regjimi vazhdonte me egërsinë e tij dhe ka marrë pjesë në ceremonitë e para katolike që u zhvilluan në Shkodër, por dhe xhamin e Plumit. Ishte në të njëjtën javë ku djemtë e ri shkodran, musliman dhe katolik, përgatiten së bashku këto 2 ceremoni, me 11 nëntor, meshën e parë katolike dhe me 16 nëntor, pra brenda javëve të dielën të premtet të xhuman, faljen e parë të xhumas me 16 nëntor të 90-s.
Ishin ceremoni të improvizuara, sepse gjithë objektet e kurtit ishin shkatruar. Kjo la gjurmë në identitetin tim personal, pra për sa i përket lidhjes me besimin fetar. Tashmë jo vetëm si besimtar, por dhe si president i Këshillave Ndërfetare të Europës, thot se harmonia mes shqiptarëve vlerësuar dhe nga Papa Francesku duhet të promovohet e jo vetëm të trashëgohet në familje, si urat për të afruar e jo muret për të ndarë. Dialogu ndërfetar, ndërkulturor është ndoshta mënyra më e mirë për t'i afruar njerëzit dhe për t'i thënë atyre që gjithë janë banorë të kësaj toke dhe asnjëri nuk është më i mirë se tjetri pavarësisht origjinës së tij. Gjithë janë të barabartë para Zotit dhe ajo që i dallon njerëzit nga njëri tjetri është devotshmëria pastaj ndaj Zotit në planin shpirtëror. 7 emra janë kandidatë mundshëm për papën e ri që do të zgjidhet nga konklava e kardinalëve pas përfundimit të zgjedhjes në Vatikan, sipas The New York Times. 3 kardinalë italianë janë ndër emrat që diskutohen për papën e ri, ndërsa të tjerë nga Azia, Afrika dhe vende të tjera të Europës. Supozimet se kush do t'jetë papa i ardhshëm në krye të kishës katolike romake shpesh rezultojnë të pasakta. Para zgjedhjes së Papa Franceskut në vitin 2013, shumë njerëz as që e kishin llogaritur atë në krye të Vatikanit. New York Times shkruan se këtë herë parashikimet janë më të komplikuara, sepse Francesku bëri shumë emërime në një kohë relativisht të shkurtër gjatë mandatit të tij, duke diversifikuar kolegjin e kardinalëve dhe duke bërë më të vështirë identifikimin e lëvizjeve dhe fraksioneve brenda grupit. Diskutimet vijojnë prej disa ditësh brenda dhe përtej mureve të Vatikanit. Në mesin e kandidatëve që po diskutojnë, disa prej tyre shihen si të ngjashëm me agjendën progresive të Franceskut, ndërsa të tjerët do të përfaqësonin një kthim në një stil më tradicional. Ekspertët sugjerojnë gjithashtu se kolegji mund të favorizojë një nga prelatet me përvojë në kompleksitetin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Emri i pari përfolur është ai i kardinalit italian Pier Battista Pizzaballa, 60 vjeç, i cili është zyrtari më i lartë i Vatikanit për çështjet e lindjes së mesme. Edhe pse ai u bë kardinal vetëm në vitin 2023, përvoja e tij në një nga zonat më të nxehta të konfliktit në botë e ndihmoi atë të bëhej i njohur. Kardinali Pizzaballa do të ishte papa i parë italian që nga Gjon Paul i parë në vitin 1978, por ekspertët thonë se ai konsiderohet gjithashtu një figurë ndërkombëtare dhe i larguar nga politika e Vatikanit, pasi ka kaluar pjesën më të madhe të karrierës së tij në Jeruzalem. Ai gjithashtu është larguar përgjithsisht nga polemika rreth doktrinës, e cila ekspertët thonë se mund ta ndihmojë atë të sigurojë shumicën e nevojshme të 2/3 në kolegjin e kardinalëve, megjithëse disa mendojnë se ai mund të konsiderohet shumë i ri për këtë rol. Emri i dytë është ai i kardinalit Pietro Parolin. 70 vjeçari ka qenë i dyti në komandë i Papa Franceskut që nga viti 2013, kur vetë ati i shenjtë e bëri atë sekretar shteti, një centrist i butë italian me sjelljet moderuara. Kardinali Parolin është thellësisht i njohur në kuria, administratën qendrore të kishës, si dhe rrjetin e gjerë ndërkombëtar të Vatikanit, pasi ka shërbyer më shumë se 20 vjet si diplomat dhe nën sekretar në organin me bazë në Vatikan që mbikëqyr marrëdhëniet e tij ndërkombëtare. Ai është gjithashtu një ekspert për Azinë dhe vëzhguesit e Vatikanit, e konsiderojnë atë si trurin e përparimit që Selia e Shenjtë ka bërë vitet e fundit në ndërtimin e marrëdhënieve me Kinën dhe Vietnamin. Emri i tretë në listën e New York Times është Fridolin Ambongo. Kryepeshkopi 65 vjeçari i Republikës Demokratike të Kongos ka qenë në mesin e pretendentëve të përfolur që kur Francesku e bëri atë kardinal në vitin 2019. Papa Francesku i kishte kërkuar prej kohësh kishës katolike të shkonte në periferi, që do të thotë komunitete në Afrikë dhe Azi, ku kisha është gjithashtu më e gjallë. Katolikët përbëjnë rreth 18% të popullsisë së kontinentit dhe gjenerojnë më shumë seminaristë se çdo pjesë tjetër e botës. Lista e New York Times vijon me një ndër emrat më të përfolur për gjatë ditëve të fundit, kardinali Luis Antonio Tagle, 67 vjeç, një kardinal me prirje liberale nga Filipinet, të cilin komentuesit e kanë quajtur Francesku Aziatik, është konsideruar si një nga kandidatët kryesorë për të qenë pap. Ai u bë kardinal nga Papa Benedikti 16 në vitin 2012 dhe nëse zgjidhet, do të ishte papa i parë aziatik. Një alat i Franceskut, kardinali Tagle shpesh i buzëqeshur, njihet me pseudonimin Shito. Qasja e tij është në përputhje me vëmendjen e Franceskut ndaj të varfërve dhe atyre në nevojë në vendet në zhvillim ku ai ka jetuar dhe punuar. Edhe kardinali Matteo Zuppi i Italisë, 69 vjeç, spikat ndër pretendentët që pasqyrojnë pikpamjet e Franceskut se kisha duhet të përfaqësojë dhe të mbështesë të varfrit. Francesku e promovoi vendasin progresiv të Romës në gradën e kardinalit në vitin 2019 dhe i caktoi disa misione të rëndësishme, ku më i rëndësishmi ishte ai i të dërguarit të Vatikanit për çështjet e Ukrainës.
Mes tensioneve globale dhe qëndrimeve se çfarë rrugë duhet të ndjek bota, një tjetër emër shumë i përfolur është ai i Peter Erdo, kardinali 72 vjeç i Hungarisë. Erdo njihet si një ndër kardinalët që dëshiron një rikthim në konservatorizmin e papëve Gjon Pali II dhe Benedikti XVI. Ai konsiderohet një diplomat i zgjuar, i aftë për të ndërtuar ura me katolikët në Amerikën Latine dhe Afrikë dhe i zoti për të kontaktuar grupet e tjera fetare. Peter Erdo ka marrë pjesë shpesh në memorialet e Holokaustit dhe udhëheqësit e brenj, thonë se mbështetja e tij ka qenë vendimtare në një kohë të rritjes të së djathtës ekstreme dhe rritjes e antisemitizmit në Hungari. Emri i fundit në listën e New York Times është ai i kryepeshkopit të Stockholmit, 75 vjeçarit Anders Arborelius, i cili u konvertua në katolik në moshën 20 vjeçare dhe u bë i pari kardinal katolik i Suedis. Në një intervistë të fundit, kardinali Arborelius tha se sfidat më të mëdha me të cilat përballet kisha janë ndërtimi i urave në një botë të polarizuar, duke dhënë ndikim më të madh grave brenda kishës dhe ndihma e familjeve për të përcjellë besimin. Konklava për zgjedhjen e papës së ri pritet të fillojë mes datave 6 deri në 11 maj. Zgjedhja e një pape të ri është procesi demokratik më sekret në botë dhe kreu i kishës katolike zgjedhet nga ajo që quhet konklava papnore. Aktualisht janë 252 kardinal katolik, 135 prej të cilëve kanë të drejtë të votojnë për papën e ri. Të tjerët janë mbi 80 vjeç, që do të thotë se nuk mund të marrin pjesë në votim, por megjithatë, do t'u kërkohet mendim se kush duhet jetë pasuesi i Papa Franceskut në krye të selisë së shenjtë. Funerali i papës ka shërbyer si vend takimi për lider botëror në një moment delikat të krizës në konfliktin e Ukrainës. Presidenti Zelenski, i cili u prit me duar trokitje në sheshin e Shën Pjetrit, u pa të bisedonte kokë më vonë me presidentin Donald Trump. Takimi të tyre ju bashkua edhe kryeministri britanik Starmer dhe presidenti francez Macron, kur kanë dalë tashmë detajet e planit ndërkombëtar për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Funerali i Papa Franceskut mblodhi në Vatikan liderët botëror mes tyre dhe Donald Trump dhe Volodymyr Zelenski. Në Bazilikën e Shën Pjetrit, presidenti amerikan dhe ai i Ukrainës patën një takim të shkurtër para se të fillonte ceremonia mortore e Atit të Shenjtë. Shtëpia e Bardhë tha se diskutimet mes dy liderëve ishin produktive. Presidenti i Ukrainës tha se takimi ishte simbolik dhe ka potencialin për të bërë historik nëse arrihen rezultatet e duhura. Ky ishte takimi i parë i Trump dhe Zelenski pas përplasjes së tyre në zyrën ovale, ku presidenti amerikan e akuzoi kreun e shtetit Ukraina se ishte treguar mosmirnjohës ndaj Shteteve të Bashkuara. Prej atëherë, tonet kanë qenë shpesh të ashpra, kryesisht nga presidenti amerikan, i cili madje e ka akuzuar Zelenskin se filloi luftën me Rusinë. Para se të nisej për në Vatikan për funeralin e papës, Trump tha se Ukraina dhe Rusia janë shumë pranë një marrëveshjeje paqeje. Deklarata e tij erdhi pasi i dërguari për luftën, Steven Witkoff, dhe presidenti rus Vladimir Putin zhvilluan bisedime në Moskë. Trump tha se negociatat ishin të mira, ndërsa Kremlini i përshkroi bisedimet, në të cilat Ukraina nuk ishte e pranishme, si konstruktive. Në një postim në rrjetet sociale, Trump tha se shumica e pikave kryesore të planit janë rënë dakord dhe i kërkoi Rusisë dhe Ukrainës të takohen në nivele shumë të larta dhe ta përfundojnë marrëveshjen. Mirë, jemi rikthyer në studio, vijojmë me lajmet. Zia kombëtare në nder të Papa Franceskut nënkuptonte edhe një pauzë një ditore në fushat. Socialistët e kanë respektuar atë, ndërsa flamit kombëtar kanë zbritur në gjysmështisë. Por vdekja e papës jo vetëm nuk ka ndaluar fushatën e Sali Berishës, por as gjuhën e tij të rëndfyese ndaj socialistëve, veçanërisht grave të angazhuara në të. Flamujt kombëtar ulën në gjysmështisë në të gjitha institucionet në Shqipëri në shenjë respekti dhe mirënjohje ndaj Papa Franceskut. Qeveria vendosi që e shtuna të ishte një ditë zije kombëtare. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale një video të Atit të Shenjtë me mbishkrimin duke nderuar në këtë ditë zije kombëtare jo vetëm një pap të jashtëzakonshëm, por dhe një mik të jashtëzakonshëm të Shqipërisë. Në shenjë respekti ndaj zisë kombëtare, Rama spostoi dhe takimet elektorale të parashikuara këtë të shtunë në qarkun e Fierit. Krye socialisti pati vetëm një takim informal me strukturat dhe kandidatët për deputet në një ambient privat në kryeqytet. Rama ka porositur të tijë të ndjekin nga afër problematikat që po hasin emigrantët me marrjen e zarfeve të votimit dhe kandidatët të shmangin çdo konflikt me njëri tjetrin.
Partia Socialiste shtyu takimet elektorale në respekt të zisë për papën, por të njëjtën gjë nuk e bëri Partia Demokratike. Sali Berisha jo vetëm nuk e ndërpreu fushatën, por në një sallë të mbushur me gra, nuk e kurseu ofendimet e tij ndaj grave socialiste. Si badiguarët e Gaddafit, të cilat i thurin lavdi Gaddafit, dhe ai ishte Gaddaf po Gaddaf, edhe ky një lloj mizogeni që nuk tregon dot 12 vjet një program të veçantë për mbështetjen e grave dhe vajzave në Shqipëri. Një ditë pas i tha se nuk ishte ushtruar dhunë mbi një zyrtar lokal, dalin pamjet se si deputeti demokrat Xhelal Mziu dhe një javë afërm i tij goditën fizikisht zyrtarin pas një takimi elektoral në Ostren të Bulqizës. Mziu shihet qartë që godet personin, ndërsa një ditë më parë kishte kërkuar që prokuroria të mblidhte pamjet filmike. SPAK ndërkohë ka marrë çështjen dhe e ka regjistruar për procedim penal. Një kamër sigurie e një biznesi ka filmuar momentin e dhunës së ushtruar nga drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Dibër Xhelal Mziu dhe nipi i tij ndaj 33 vjeçarit Kalosh Murra. Siç shihet nga pamjet, kandidati për deputet i Partisë Demokratike në qarkun e Dibrës Xhelal Mziu dhe nipi i tij pas takimit elektoral kanë rrahur me grusht e Kalosh Murrën me detyrën e përgjegjësit të ndihmës ekonomike në njësinë administrative Ostren. Në video Xhelal Mziu dhe nipi i tij kthehen dhe futen brenda oborrit të njësisë administrative Ostren, aty ku edhe ndodh dhunimi. Pas këtij incidenti të rënd nga kandidati demokrat Xhelal Mziu ndaj zyrtarit lokal, policia e Bulqizës ka referuar materialet në SPAK për veprën penale të kanosjes apo dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje për Mziun dhe nipin e tij. Ashtu siç thot policia e Bulqizës, Xhelal Mziu nuk ka vepruar vetëm në dhunimin e Kalosh Murrës, por në ndihmë ka ardhur edhe nipi, pra vepra penale është kryer në bashkëpunim, çka do të thotë se Mziu mund të rrezikojë nga 1 deri në 5 vite burg. Sulmoi për disa vite rresht si trafikant droge dhe përdhënues dhe në 2015 e denoncoi edhe në prokurori. Por tani Partia Demokratike ka rimarrë në gjirin e saj Elvis apo Ervin Roshin, ish kryetarin e Bashkisë së Kavajës. Roshi humbi edhe postin e tij dhe mundësinë për të rikandiduar për shkak të ligjit të dekriminalizimit, por ai u shfaq në mitingun e Sali Berishës në Kavaj ditën e premte. Elvis Roshi, ish kryebashkiaku socialist i Kavajës, është rishfaqur në publik në mitingun e Sali Berishës, dikur kundërshtari i tij politik. Në përpjekje për të mos u identifikuar, Roshi mbante në kokë një kapele dhe qëndronte pak rreshta pas flamurnokës, por më shumë se prania fizike e ish kryebashkiakut, duke se tashmë Roshi është vendosur në vijën e parë të fushatës së PD-s në Kavaj, pasi kushëriri i tij Elton Roshi kandidon në siglën e koalicionit madhështor. Të shtunën në Kavaj, Berisha nuk tha asnjë fjalë për Elvis Roshin, por nuk janë të largëta vitet kur ai e cilësonte atë një kriminal që kishte zaptuar pronat e Kavajësve dhe jo vetëm. Në tetor të 2017-s, kur Lulzim Basha humbi përballë Edi Ramës, Sali Berisha do të lëshonte një lumë akuzash në parlament për Elvis Roshin, nga vrasës deri tek përdhunues e trafikant. Kur Elvis Roshi del me 5 emra në 3 procese, përdhunues, vrasë tjerë, dhe trafikant. Zotëri, ti nuk je avokati zyrtari ti, nuk është avokati zyrtari ti, për është përfituesi kryesori krimeve të ti, prandaj dhe del mashtron Kavajën dhe gjithë Shqipërinë. Por këto nuk do të ishin akuzat e vetme, edhe në vitet që do të pasonin kur Berisha drejtonte PD-n nëpërmjet djalit të tij politik Lulzim Basha, do të vijonte një fushatë e gjatë denoncimesh në rrjetet sociale ndaj Roshit për privatizimin e tokave, por me sa duket kohët ndryshojnë shpejt. Sali Berisha jo vetëm i ka harruar akuzat e tij të dikurshme, por Elvis Roshin e ka marrë pranë vetes, mbase edhe se ka një element të përbashkët, problemet me drejtësinë. Policia e Tiranës ka nisur procedim në gjendje të lirë për një 38 vjeçar që dyshohet të jetë një nga autorët e dhunës ndaj djalit të ish deputetit Mill Fufi, një ditë më parë në Lundër. Kristi Fufi vijon të jetë në spitalin e Tramës, ku po merr trajtim për plagët e shkaktuara gjatë dhunës. Policia e Tiranës ndaloi të shtunën 38 vjeçarin Kliton Sulçe dhe filloi procedim në gjendje të lirë ndaj tij për shkak se dyshohet të jetë një prej personave që dhunuan me sende të forta Kristi Fufin mbrëmjen e të premtes në rezidencën Long Hill në Lundër.
Policia ka mundur të sekuestroj kamerat e sigurisë, ndërsa ka identifikuar dhe po punon për kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë sherr. Kristi Fufi vijon të jetë në spitalin e traumës për shkak të plagëve që ka marrë si pasojë goditjeve në kokë dhe trup me shkopin druri nga grupi të rinjve. Sipas policisë, sherri ka ndodhur për shkaqe banale, pasi 19 vjeçari Kristi Fufi ka xhiruar gomat e automjetit pra një vendi ku po qëndronte Clinton Sulçe dhe disa djemë të tjerë të shpallur në kërkim. Aty ka nisur një konflikt verbal, ndërsa më pas grupi i djemve kanë shkuar në lokalin ku po qëndronte djali 19 vjeçar ish deputeti demokrat Mhill Fufi dhe e kanë dhunuar. Në fshatin Kolkaj të Lezhës, banorët festojnë ditën e Shën Markut, edhe pse është një fest fetare katolike, kjo ditë mbledh njerëz pa dallim feje dhe shërben si ditë bashkimi dhe promovimit të vlerave dhe traditave të zonës. Në fshatin Koljakaj të Lezhës, festa fetare e Shën Markut është kthyer tashmë në një traditë që bashkon të gjithë komunitetin. Pavarësisht përkatësisë fetare apo kulturore, banorët dhe shumë mysafir marrin pjesë në këtë ngjarje, që vlerësohet si një simbol i bashkimit dhe mikpritjes. Kolkunora nuk e fsheh emocionin për këtë rikthim në vendlindje. Njihen me njëri tjetrin sepse e kemi humbur shumë kontaktin poshtë lart. Kemi kohë shumicën edhe nuk I njohim rrugë njerëzit tonë. Dhe sot jemi kthyer dhe I shohim që është një traditë shumë e bukur. I nxitur nga dëshira për të mbajtur fshatin të bashkuar, organizatori Kreshnik Mujeci apelon veçanërisht të rinj për t'u angazhuar më shumë në jetën e komunitetit dhe për të mos harruar rrënjët. Doja të parëve mas ilçoni se partë tonë kanë burra. Akullaj me thonë jam nipi filanit e mas me kenë. Për kontributin në promovimin e vlerave etnokulturore dhe forcimin e ndjenjës së identitetit, shoqata Sofra e Malësisë rrënop për me tregue. Përmes kryetarit të saj Nikol Gjoni ka akorduar Mujecit një certifikat mirënjohje. Në promovimin e vlerave të shumë çekullore të etnisë etnokulturore të Malësisë. Festa e Shën Markut organizohet për të tretin vit radhazi në livadhet mbi Koljakaj, ku është vendosur dhe një kryq I madh simbolik. Ajo është kthyer në një manifestim të harmonisë fetare, unitetit të banorëve dhe gëzimit të përbashkët që te I kalon çdo dallim. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj të klikoni në webin ton abc.news.al, të tjera zhvillime gjeni të zbardhura në këtë faqe, në radio na gjeni gjithashtu në frekuencat 105 FM. Pas pak do t'jetë faqja 4 me kolegen Jeta Kasemi që ndroni me ABC.